E të dashur miq, tashmë është koha edhe bisedës në studio, e përmenda që ditën e enjë çdo herë i kërkojmë rëndësi shëndetit, e sot e rëndësi më të madhe në emisionin e mëngjesit kanë veshkët. Do diskutojmë pikërisht në ditën botërore të veshkës bashkë me doktorin Ai Morina, internist nefrolog. Përndryshe ju pyetjet e juaja mund t'i dërgoni në numrin që do ta shihni pas pak në ekran. Po ashtu mund të bëni edhe telefonata, por me anë të pyetjeve të cilat i dërgoni në Viber, ne do të mundohemi edhe t'ju japim përgjigje, do t'i lexoj drejt për drejt tu për doktorin. Mirëmëngjesi doktor, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se gjitha. Është shumë kënaqësi që ju kemi këto. Doktor, çish po shënohet në Kosovë dita botërore e veshkës? Përshëndetje për gjithë shiqësit e televizionit Koha Vizion. Sot pra është dita botërore e veshkës. Kjo ditë manifestohet apo festohet mbi 180 vende të botës. Fillimisht për herë të parë, kjo ditë është organizuar apo shënohen në vitin 2006 me iniciimin e shoqatës botërore të nefrologëve. Gjithashtu ka vazhduar, thashë, të ka më shumë se 180 vende të botës. Kjo ditë shënohet edhe në Kosovë. Organizohet nga shoqata e nefrologëve të Kosovës, së bashku me personelin e klinikës së nefrologjisë. Këtë vit është pak më e veçantë, se organizimi i ditës botërore të veshkës bëhet së bashku me shoqatën e nefrologëve të Shqipërisë, pra edhe ata janë pjesëmarrës në Kosovë. Pra dita manifestimi fillon në shkolla me informimin e fëmijëve rreth shëndetit të veshkës dhe ruajtjen e shëndetit të veshkës. Pastaj vazhdon, kësaj herë është e caktuar në Prishtina Mall, në vendet ku frekuentohen më shumë nga qytetarët, për të ngritur sensibilizimin për smundjet e veshkës dhe ruajtjen e shëndetit të veshkës. Pra nga ora 11 deri ora 12:30 një ekip nga kolegët tanë do të gjenden atje. Nga ora 13 është organizuar konferenca shkencore që mbahet në Hotel Venos, ku do të ketë ligjërata për preventivën dhe ruajtjen e shëndetit të veshkës, ligjërata nga ligjërues vendor dhe ndërkombëtar. Aktivitete pas ka mjaft, do të thotë një rëndësi të madhe luan ky organ në organizmin brenda trupit tonë. Çfarë rëndësie kanë veshka? Po, veshka është ndër 10 organet më të rëndësishme të organizmit, pra patë nuk ka jetë. Organi i veshkës është përshkruar qysh në kohët e lashta, besa një kohë është menduar që është edhe organ emocional, do me thonë atë që shumë është hulumtuar në veshka. Gjithashtu edhe përshkruan... Që mund të ndikojnë pastaj edhe emocionet të saj që kanë e përshkruan edhe Michela Angelo, kur kishte probleme gur, qysh në vitin 1540 dhe ka vazhduar me tutje. Ditët e sotme po vazhdohet edhe më shumë sensibilizimi dhe informimi i popullit për rëndësinë e veshkës. Pra, veshka është një organ shumë interesant, për shkak se është në gjendje që çdo sekond ta detektoj nivelin, sasinë e ujit, langjeve, kriprave në organizëm. Kështu që kur kemi shembull të ngrohtë, sasia e langjeve ujit eliminohet me djersë. Andaj veshka këtë e detekton dhe e kursen me eliminimin e sasisë së urinës, dhe në rastet e tjera, kur kemi sasi më të madhe të lëngjeve, e rri sasinë e prodhimit të urinës dhe duke i larguar lëngjet e tepërta. Gjithashtu, veshka është organ që na ndihmon t'i largojmë hilmet e ndryshme nga organizmi, gjitha produktet metabolike. Veshka është organ endokrin, mund të themi, për shkak se në veshka prodhohen disa hormone të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e njeriut. Një ndër to është edhe hormoni eritropoetin, pa të cilin nuk do të ishte mundur prodhimi e elementeve të gjakut. Pra, nëse dështon veshka, humb funksioni i veshkës, atëherë me kalimin e kohës të këta pacienta do të paraqitet edhe anemia, që shpesh herë pacientat orientohen te hematologun, ndërsa faktikisht është ajo veshka që e ka sjellën anemin. Gjithashtu prodhohen edhe hormone tjera, shtypja e gjakut pra mbahet nën kontrollin e veshkës, prodhohet një hormon që quhet renin, që kontrollon tensionin e gjakut. Gjithashtu pacientët që vuajnë nga tensioni i gjakut,
marrin ilaçe barna, shumica prej tyre për ta rregulluar këtë sistem, që të rregullohet tensioni arterial. Doktor, kanë fillu me ardhë edhe telefonata edhe pyetje në Viber, megjithatë po m'duket që njëra telefonat vetëse na iko, e tash po vazhdoj me disa pyetje që janë, pastaj marrim edhe telefonatat e tjera, sepse shikuesit nuk po presin shumë gjatë. Thotë, mirëmëngjesi për ju, kam njëra veshkë më të vogël, çka mund të sjell probleme sepse ajo ka raste kur më dhëm. Në rregull, fatmirësisht organizmi njeriut i ka 2 veshka dhe njeriu mund të jetojë edhe me 1 veshkë pa problem. Atëherë duhet të shiqohet analizat laboratorike, si është status laboratorik të ajo pacientje, nëse është gjithçka në normë, nëse pacientja nuk ka shtypje të lartë të gjakut, nuk ka pengesa në rrjedhën e urinës, atëherë vetëm duhet të monitorohet, të përcillet me analiza laboratorike, domethënë nuk paraqet ndonjë problem shumë të madh. Doktor, me qënë se jemi duke folur edhe jemi të shëndetësia, po mbesem edhe pak të shëndetësia, po mas saktësisht tek barërat, edhe do të lidhemi direkt me kolegën time nëse më ndejon, shohem se cilat janë informatat e fundit që na i sjell Ardiana dhe çmimeve të cilat janë vendosur, me sa e di këtë temë do ta diskutoj edhe më tepër. Megjithatë po ja japim fjalën Ardianës, pastaj për veshkat ju mund të dërgoni pyetje të tjera, do t'i lexojmë më një herë pas lidhjes direkte. Ardian, mirëmëngjesi dhe linja për ty. Mirëmëngjes Agnes për ty, mirëmëngjesi për mysafirin në studio dhe krejt shikuesit e Koavizionit. Paka shumë e përmend edhe temën që e flasim ne sot në këtë lidhje direkte, megjithëse ju ndërprim në bisedë, por natyrisht do të vazhdoni prapë. Po flasim për projekt ligjin që është miratuar ditën e djeshme për çmimet e barnave, meqense e dim që një pjesë e madhe e qytetarëve janë përdorues të tyre dhe natyrisht që një pjesë të madhe të shpenzimeve e bëjnë në to. Atëherë ky projekt ligj, sipas edhe ministrit Arben Vitia, është në të mirë të qytetarëve për shkak se do të përgjysmoj edhe shpenzimet që ata mund të kenë. Për më shumë detaje do të flasim bashkë me Arjanit Jakupi, që është edhe nga Oda e Farmacistëve të Kosovës. Mirëmëngjes Arjanit, faleminderit për kohën. Mirëmëngjesi. Më tregon fillimisht për këtë projekt ligj që është miratuar dje, si e pritët edhe natyrisht do të ketë mirëqenie të mirë për qytetarët, po nga ana juaj si vlerësohet? Nga ana e Odës Farmacistëve vlerësohet jashtëzakonisht mirë, për shkak se ne gjatë ditës së djeshme si Odë kemi pranuar qindra mesazhe nga anëtarët e Odës, nga farmacistët, të cilët janë shprehur të ngaclyer me kalimin e projekt ligjit në Qeverinë e Republikës Kosovës, i cili tani është dërguar në procedura të mëtutjeshme në Kuvendin e Kosovës. Ky projekt ligj ka dimension të shumë fesht, sepse rregullimi i çmimit të barnave nënkupton që do të ketë çmime më të lira për pacientët, nënkupton që ato çmime do të jenë të njëjta në të gjitha barnatoret, do të jenë të ngjashme me rajonin, pra nuk do të ketë ndryshime aq të mëdha si deri tani që i kemi parë. Dhe kjo do të mundsoj që të minimizohet treguizi i barnave dhe që farmacistët punën e tyre ta kryejnë profesionale në raport me shëndetin e pacientit dhe jo në raport me çmimin. Tash sa i përket kësaj mënyre se si do të rregullohet ajo, e përmendëm pra do të ketë mirëqenie për qytetarët, por ndoshta edhe një informacion tjetër që ata duhet të dinë dhe që do të jetë bashkëpunimi i Odës Farmacistëve të Kosovës me komunën e Prishtinës, siç njoftuat më herët, e që ka të bëjë me kujdestarinë e banatoreve. Si do të jetë kjo? Një shqetësim tjetër i qytetarëve është gjithashtu edhe fakti që shpesh herë kur ka ndonjë kërkesë ose urgjencë natën, qytetarët kanë probleme të gjejnë banatore të hapura dhe për këtë arsye kanë dërguar kërkesa të ndryshme edhe në Odë, po edhe në komunën e Prishtinës, dhe kështu që me kërkesë të drejtorit për shëndetësi, doktor Izet Sadikut, kemi pasur një takim për të parë modalitetet që të mund ta zgjidhim këtë çështje, pra rregullimin e orarit punës së barnatoreve. Edhe kjo është një çështje shumë e mirë për të gjithë komunitetin, por edhe posaçërisht për pacientët, për shkak se do të shikohet që rregullimi i orarit nënkuptoi pra orar të rregullt për barnatoret dhe që pas atij orari të rregullt pra të rregullon kujdestaritë në disa pozicione në pika të caktuara, fillimisht po bëhet për Prishtinën dhe pastaj sigurisht do të zgjerohet edhe në vende tjera që nuk e kanë. Në mënyrë që në çdo barnatore pas orarit të rregullt të punës të vendoset lista e barnatoreve kujdestare, pra në rast se do të mbeten 3, 4 apo 5 barnatore kujdestare në lagje të ndryshme, ato të jenë të dukshme në një vend të dukshëm në barnatore, në mënyrë që pacienti ta marrë informatën pavarësisht në cilën kohë ai shkon aty. Dhe kjo do të mundsoj pra që pacientët të mund të kenë qasje në barna, sidomos në cilin do orar të kohës, pra qoftë ditën apo natën, kur do që ju duhet.
Pra, ne jemi këto afër të disa barnatore, po e llogarisim që njëra prej tyre është e mbyllur, çysh kanë me mujt ata me pranu ndoshta informacionin që është një barnatore tjetër kujdestare ku mund shërbejnë me barnat që ju duhen. Pra, propozimi është që në çdo barnatore do të vendoset çdo javë ose çdo muaj lista e barnatoreve kujdestare për secilën datë. Pra, në rast se ne sot jemi me datën 9, pra në çdo barnatore do të jetë lista që në datën 9 cila barnatore është kujdestare, në mënyrë që pavarësisht ku pacienti shkon, pas orarit punës do ta ketë informatën aty në secilën barnatore ka informatën se cila është barnatore kujdestare. Aranit, po i kthejmë edhe pak shpenzimeve që qytetarët i kanë në barna. Si ode farmacistëve e di që merreni me shumë aktivitete që i përkasin kësaj fushë. Keni vetë mundësi që dini pak a shumë edhe ndoshta me statistika po themi se sa shpenzohet nga një familje ose në përgjithësi nga qytetarët për barnat të cilat ata i duhen? Ne nuk kemi bërë ndonjë kalkulim për familje, por ne kemi një kalkulim i cili tregon që tregu farmaceutik në Kosovë është rreth 120 milion euro, po në anën tjetër është 10 milion euro humbje për qytetarët për shkak që na ka munguar ligji i rregullimit të çmimeve. Pra, ne tani me këtë ligj që pritet të aprovohet së shpejti në Kuvendin e Kosovës, synojmë që të paktën për 10 milion euro do të lirohen barnat për qytetarët e Republikës Kosovës. Atëherë, Aranit, faleminderit shumë për kohën, me qenë se kemi edhe mysafirin në studio që po pret për zhvilluar bisedën më tutje, po të falenderoj për kohën e do të kemi rast prapë bisedojmë. Faleminderit juve. Atëherë, Agnes, faleminderit shumë për kohën. Këto ishin çka kemi marrë prej Odës së farmacistëve të Kosovës, më saktë mysafirit që e patëm, ndërkaq po ju kalojmë lidhjen në studio bashkë me mysafirin. Faleminderit Ardioan për këto informata, ndërsa ne po vazhdojmë me njëherë me bisedën në studio, pa humbur kohë. Doktor, e përmendëm rëndësinë e veshkave, po flasim pak për preventivën, që shmundemi me i parandalu smundjet e veshkave dhe kush janë më të rrezikuarit. A ka një moshë saktuar, a mund t'jenë ndoshta disa prej smundjeve të veshkës edhe trashëguese ose të lindura? Po, zakonisht moshat janë moshat mbi moshës 50 vjeçare, incidenca, prevalenca smundjeve të veshkës rritën, po nuk kursehen edhe moshat e reja dhe fëmijët. Sa i përket smundjeve trashëguese, ekzistojnë smundje trashëguese të veshkave, që bartën në gjenerata, shpesh herë ajo përkeqësohet edhe arrin deri te nevoja për terapi zëvendësuese renale hemodializë, eventualisht të mundësia për transplant. Sa i përket gjinive, zakonisht gjinia femër është më atakuar nga smundjet e veshkave. Ekzistojnë faktorë të rrezikut të cilët ndikojnë në përkeqësimin e smundjeve të veshkave, duke filluar janë ato 8 rregulltat e arta që i ka përcaktuar shoqata botërore e nefrologëve, fillimisht të qenit të fit, pra luftimi mbi peshës, me qenë me një peshë ideale, me qenë shëndetshëm, me ushqy shëndetshëm, me kontrollu tensionin arterial, me kontrolluan sheqerin e gjak, respektivisht diabetin, përdorimi i medikamenteve të ndryshme të cilat e dëmtojnë veshkën, pra kanë efekt nefrotoksik, ato duhet me evituan. Marrja e sasive të langjeve gjithashtu luan rol në shëndetin e veshkës, në parandalimin dhe eliminimin e gurve. Gjithashtu, moshat cilat apo grupi cili janë i rrezikum nga smundjet e veshkave, dhe më thonë pacienti që ka hipertension, ka diabet, ka mbi peshë, të këta duhet të bëhen kontrolla rutinore më të shpeshta për të parandaluar ato që quhet smundja kronike renale, e që po vazhdon të rritet ditë më tepër. Në ditët e sotme smundja kronike renale, pra smundja kronike e veshkave, dëmtimi kronik i pakthyeshëm i veshkave, futet edhe në 10 shkaktarët më të shpeshtë të vdekjes në botë. Më herët ka qenë dikun 17-25, pra vetëm po vjen në rrithin. E pse doktor janë gratë ose femna, gjinia femërore më atakuar, ka një arsye? Ka arsye, infeksionet urinare zakonisht mund me qenë janë më të shpeshta të femna, për shkak pozitës anatomisë, për shkak pozitës organeve gjinore.
ndikojnë në dëmtimin e veshkave, pra mos trajtimi i mirëfillt, i duhur, infeksione urinare, do të dërgon deri te dëmtimi i veshkave. A mund të shkaktojnë infeksionet urinare pastaj edhe përveç problemet me veshka? Mund të shkaktojnë edhe diçka tjetër, reaksionet të ndryshme, qoftë në trup, qoftë shfaqjen e ndonjë lloj si alergjia apo dhimbje në pjesë tjera të trupit ose dëmtime në një organi tjetër. Sepse infeksionet e ditë që kur nuk shërohen janë të rrezikshme, sidomos infeksionet urinare për veshkën, po çka mund të shkaktojnë tjetër në organizëm? Kështu, infeksionet urinare të patrajtuara mund të shkaktojnë këtë që quhet smundja kronike renale, dhe po u shkaktua kjo, atëherë do t'i prek gjitha sistemet. Sistemin e traktit tres, do t'a ngarkon zemrën, do t'a prek trunin, pra i prek gjitha sistemet. Po doli veshka nga loja, atëherë edhe organizmi nuk do t'a ketë shëndetin edhe mirëqenien e mirë. Doktor, kanë ardhur shumë pyetje, po vazhdoj që t'ju japim pak kohë edhe shikuesve. Thot mirëmëngjes, sepse duhet të vendosen stenta në veshk, sepse më kanë thënë se duhet t'ja vendos vajzës, e ndërkohë nuk kam shumë informata. Thot jetoj jashtë vendi në Gjermani. Kjo pyetje pak sa ndoshta i takon më shumë urologut, desha ta sqaroj pakës për popullatën. Nefrologu dhe urologu janë dy kolegë të afërt që përkujdesen për shëndetin e veshkës. Nefrologu merret me smundjet e veshkës, trajtimin e infeksioneve, terapinë zëvendësuese renale, hemodializë, menaxhimin e transplantit, ndërsa urologu merret me intervenimet kirurgjike, tumorët, shpesh herë pengesat e lindura që mundën me qenë të rrugëve urinare. Në rastin konkret të Zojës, nuk e di mosha e vajzës sa është, për shkak se mundën me qenë në kuadër të nefrologut pediatër, por do të mund të jap një përgjigje. Ekzistojnë malformime të lindura kur njëri ureter apo ujë rrjedhësi nga veshka që shkon te vezika urinare tek ujë grumbulluesi, mund të me qenë ma i ngusht, atëherë ngel rrjedhja e urinës në veshka që është e dashme urina të qëndroj aty, për shkak që me kalimin e kohës mund të dëmton veshkën, mund të arrit mundësinë e infeksionit. Mundësi tjetër që ta ngushtoj ureterin është edhe rënja ndonjë guri apo kalkuluese në ureter. Nëpër ureter mund të kaloj një ujë rrjedhës realisht, pra ureterin gjuhë latine, mund të kaloj një guri deri në 5 mm. Ureteri ka të ngushticat fiziologjike ku një guri 3 mm, 2 mm mund të ngecë dhe të pengoj rrjedhjen e urinës. Stenti është material që vendoset nga ana urologut që mundson rrjedhjen e urinës në mënyrë duhur, që mos të ngecë urina në veshka për shkak që e dëmton veshkën. Do flasim pastaj edhe tek urinimi i shpesht, po më duket e kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po zojnë, cila është pyetja për doktorin? Unë problem me veshkë nuk kam, mirë po kam problem shumë të madh me escheriakol. A ka mundësi që a bën përdori dofurin për momentin? A ka mundësi që escheriakoli me dëmton edhe veshkë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Shpesh herë infeksionet urinare janë infeksione recidivante që përsëriten, edhe kemi vështirësinë e eliminimin e tyre, edhe pas realizimit pra të urinokulturës, kur mirret urina mbjellën në laborator dhe detektojmë që kemi të bëjmë në rastin konkret me escheriakol, vendoset antibiotik të cilët e shkatërrojnë atë mikroorganizëm, pra shpesh herë këto janë rezistente dhe janë të përsëritshme. Escheriakoli, nëse nuk trajtohet kohë gjatë, mund të dëmtoj veshkës. Duket se është një prej infeksioneve që është pak më e vështirë për të larguar ose escheriakoli është ndër bakteriet më të shpeshta që atakon traktin urinar. Pra duhet të tentohet të eliminohet ajo bakterie për shkak që infeksioni kronik mund të shkojë pi infeksionit traktit poshtëm, do të thonë ndahen infeksion traktit poshtëm që i përfshin vezikën urinare, uretrën dhe mund të kaloj ka veshka. Por në kontakt me nefrologun,
atëherë duhet të bëhet një zgjidhje që eliminohet ajo. Ndërsa me pirjen e çajrave, me qënë se jemi tek Escherichia ose edhe infeksionet e tjera, a mundemi t'ja lehtësojmë ndoshta pak shërimin vetës ose ta parandalojmë me çajra natyral, të cilët po ashtu ka shumë lloje që mund të jenë vetëm për infeksione urinare ose diçka tillë, ose për shërimin ose parandalimin e smundjeve të veshkës. Po, edhe në praktikën klinike, gjatë trajtimit të infeksioneve urinare, si terapi mbështetëse, edhe ne i rekomandojmë pacientëve terapi hidrike, pra terapi me ujë, eventualisht çajna, që në momentin që rritet sasia vëllimi i urinës, atëherë edhe eliminimi bakterieve nga trakti urinar do të rritet. Pra, do të na ndihmojnë antibiotikut në eliminimin e infeksionit. Doktor, nëse një person ka urinim të shpeshta, do të thotë që është indikacion ose një lloj simptome që të tregon se mund të kesh një infeksion, sepse thotëdisha ta pyes mjekun, kam urinim të shpesh gjatë natës. Ndër simptomat më të shpeshta të infeksioneve urinare, sidomos të traktit të poshtëm, është urinimi i shpeshtë. Pra duhet, tash nuk e di cila është mosha pacientit edhe gjinia, për shkak që edhe problemet me prostatën din me shkaktu urinimin gjatë natës. Pra duhet të eliminohet infeksioni urinar dhe duhet të shihet se si qëndron gjendja prostatës. Thot, ju përshëndes juve dhe doktorin, faleminderit edhe një juve, thot, kam një pyetje, vajza ime para 3 vjetëve ka pas zhërim dhe ngushtim të kanalit të veshkave. U trajtu në pediatri, tash është mirë, por deshta me pyet doktorin, a mundet me pas pasoja apo probleme tjera më vonë, a mundet me u përsërit? Ju faleminderit, vajza tash është 15 vjeçare. Pak sa i takon edhe kjo lëmisë pediatrit, po mendoj pediatrit nefrolog, por do t'i përgjigjemi zojës. Duhet të bëjë vizita, shumicën e herave zakonisht nuk kanë probleme. Por vizita brenda vitit ose brenda 2 viteve duhet të përcjellet gjendja e veshkës. Ne më herët bashkë diskutuam edhe me qënë se folëm edhe në lidhje direkte për barërat. Tash është edhe një pyetje, thot ju përshëndes, kam një pyetje, përdori barna, kam pas infarkt, më duhet barna edhe për tension për yndyr, gjakt, hollim gjakut, a e dëmtojnë veshkat? Barna që përdoren për tensionin, që përdoren për yndyrën, zakonisht nuk e dëmtojnë veshkat. Nëse mund më ndërlidh kjo edhe për shikuesit tjerë, banat që e dëmtojnë veshkës janë banat që përdoren zakonisht për dhimbje, ne që i qumë ata antiaromatikët steroid, në farmacitë tona që gjenden me emrin Brufen, Diclofen, e që jepen edhe pa përshkrimin e mjekut. E që jepen pa përshkrimin e mjekut. Këto janë banat të cilat ndikojnë në dëmtimin e veshkës. Tash nuk mundemi kategorik më lidhen që se si njeri ka me dëmtu veshkën, por në bazë hulumtimeve që janë realizohen, janë banat që dëmtojnë veshkën. Gjithashtu, edhe një grupi antibiotikëve që quhen aminoglikozide, gentamicina, vancomicina, janë bana medikamentoze që e dëmtojnë veshkën, pra kanë efekt nefrotoksik tek veshka. Kemi edhe pyetje tjera, thot përshëndetje për ju dhe doktore. Ndeshta me pyet se sa ndikon pirja ujit në mëngjes për shëndetin e veshkave. Se unë pi shumë ujë, si të zgjohem pa ngrënë asgjë. A mund të jetë edhe një sasi e caktuar, du të kemi kujdes që edhe ndoshta mos ja teprojmë me pirjen e ujit edhe lëngjeve në përgjithësi? Sasia optimale e nevojshme që një njeriu që të përdorë sasi të ujit është 2 dhe 2.5 litra brenda 24 orëve, pra sasi optimale që të parandaloj dëmtimet apo smundjet të ndryshme të veshkave. Nuk do të egzagerum me përdorë sasi enorme të ujit, për shkak që nëse kalon mbi 5 litra, 6 litra, atëherë duhet më konsultu me mjekun, cila është arsyeja. Ndoshta një gotë mëngjes është mira. Po, një gotë mëngjes. Me një ditën me ujë nëse kalon ajo nevoja për sasi të ujit, mbi 4-5 litra brenda 24 orëve, atëherë do të shqytohet mundësia pse është ajo nevojë. Përndryshe, nëse nuk ka ndonjë nevojë, sepse pastaj ajo mund të jetë edhe një indikacion që është një smundje tjetër apo po. Pikërisht ajo. Thot mirëmëngjesi, nuk mundem pa ngrënë krip dhe vazhdimisht më thonë që do të kem probleme veshkët. Këto hy edhon në këtë grupin, po më duket, a është e vërtet që kripa ndikon në këtë gjë? Po, kripa kuzhinës ndikon në rëndimin e shëndetit të veshkës, edhe pse ne si popull shumica
e përdormi sasinë kripës mbi vlera normale, sasia kripës që do të përdor një njeri i shëndosh është 5 gram, pra një lugë e vogël e çajit brenda 24 orëve kryp. Pak po më duket. Megjithatë, po, patjetër që duhet t'i përmbajmë këshillave shëndetësore për me pas një jetë shëndetshme dhe normalisht me funksionu krejt organet mirë. Thot, kam cista në veshk, a e ngrisin tensionin? Cistat në veshk janë formacione që të mbushura me lëng, cilat munden me qenë të lindura, ku e përmendu më në trashëguese, dhe të fituara cistat e thjeshta. Pra, cistat, në pyetjen e Zojës apo Zotëriut, ndikojnë në shfaqjen e tensionit arterial. Doktor, njëra prej sëmundjeve, po e quj kështu, ma të shpeshta janë edhe gurët në veshk. Ndonjëherë ne në gjuhën popullore shprehemi edhe zall edhe gur. Pra, a janë ndryshe edhe pse krijon këto? Ndoshta mund të jetë kripa, mund të jenë diçka trashëguese, sepse shumica e familjarëve ose disa anëtarë të njëjtës familje përballen me këtë lloj sëmundje. Gurët gjithashtu janë një problem nefrologjik dhe urologjik, së bashku në kombinim për dy fushave. Ekzistojnë shumë faktorë në shfaqjen e gurëve. Gurët krijohen si pasojë e disbalansit, prishjes ekuilibrit mes krijimit të kriprave që i krijon organizmi dhe faktorëve që i pengojnë në krijimin e këtyre kriprave. Pra, në krijimin e gurëve, mosmarrja e sasisë së langjeve, mbi pesha, marrja e kripës, këto krejt ndikojnë në shfaqjen e gurëve në veshka. Ekzistojnë disa lloje të gurëve. A do çdo herë që të kemi ndërhyrje kirurgjike në këtë rast, apo edhe mund të largohen me metoda të tjera? Po, një pyetje shumë e vet. Gurët, fillimisht dashara ato që përmendëm me zallit edhe gurë, gjithë janë kalkuluese, janë gurë. Por, kur janë milimetrat diametri i vogël i kalkuluesit, atëherë zakonisht i referohemi si zall, ku janë 2 mm, 3 mm, e që të një njeri i rritur, deri në 5-6 mm, mund të kaloj guri pa ndonjë telashe, mund të eliminohet. Kur kalon mbi 6 mm, atëherë mundësia e kalimit pa u thyr ai guri, mundësia thjesht nuk ekziston. Në këto raste, kur guri kalon mbi 6 mm dhe bën probleme, krijon ngjecje në rrjedhin e urinës, pra pamundson rrjedhin normale të urinës, eliminimin e urinës nga veshka, domethënë aj veshkën e fryn janë me shkallë caktuar, atëherë duhet me intervenu, qoftë vendosjen aty stentit më herët që e përmendëm që e rregullon rrjedhin e urinës, qoftë me metoda tjera kirurgjike që është nën kompetencën e urologut. Më duket se kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Cila është pyetja zonjë? Përshëndetje. Po, jam që 15 vite me diabet, edhe problemi është se veshka, do me thonë veshka e majtë më rën nga brendësia e ftoft. Kam qenë te urologu, ai po më thot që është në pyetje infeksioni shumë i lartë, për ata dhe veshka rën e ftoft edhe është zgjenim i veshkës. Zakonisht urologu kur po kam këto probleme, po më sugjeron antibiotik, po më ndodh kjo shumë herë edhe shumë e shpesht. Deshta me di doktor për juve që a ka nej ban mbrojtës që mos më shkaktu kaq shpesh ky problem me veshk. Po ashtu, doktor, në qoftë se keni edhe pyetje për zonjën, mund t'i parashtrojnë gjatë kohës kur e kemi. Faleminderit zonjë, mundemi me ja përgjigje. Tek zoja, si duket janë dy problematika, në një është diabeti, që diabeti është një sëmundje që me kalimin e kohës, në momentin që pacienti i bën mbi 10 vjet, e parapëlqen veshkën edhe jep dëmtime të veshkës, dhe në dy, zoja përmendi që kam infeksione të shpeshta në njërën veshkë dhe ajo veshka po më rrin ma shumë me fryme. Tash, sa i përket anës nefrologjike, anës lamis time,
është e rëndësishme të menaxhohet vlerat e sheqerit, ndërsa gjithashtu infeksioni duhet në bashkëpunim nefrolog-urolog që të eliminohet ajo mundësi e rrjedhjes edhe pengesës e rrjedhjes së urinës, për shkak që vetë qëndrimi i urinës, pengesa e rrjedhjes në urinës atë jep infeksion. Dhe ndoshta kot na të them shtojmë sasinë e antibiotikëve nëse nuk e krijojmë rrjedhjen, drenazhin e atij urinës ose qelbit që është grumbullur atë veshk. Doktor, krejt këto çka I kemi përmend, ndoshta pak edhe me theksu, a duhet të ketë një kontroll rutinor që me pa dhe çush është gjendja, a duhet çdo herë me prit edhe një dhimbje ose një djegje gjatë urinimit apo diçka e tillë me qenë si lloj simptome me na tregu që diçka nuk është në rregull, se po më duket në momentin kur fillojmë me dhimbje veshkat është një dhimbje e papërshkrueshme, shumë e keqe e di, por që atëherë do të thotë që edhe infeksioni pak ka evolu. Veshka është ndër organet më të durueshme të organizmit. Dhe veshka, derisa nuk e humb funksionin mbi 90%, nuk dhe. Raste të rralla, kur kemi të bëjmë me gurë dhe infeksione, në ato raste kemi dhimbje. E sidomos të gurë, të kalkuluset renale, të veshkës, do me thonën, dhimbjet janë dhimbjet më të mërshme që mund t'i përjetojë një person. Mirë kontrollat? Kontrollat me kalimin e moshës, është e preferueshme të bëhen vizita qoftë e mjeku I familjes, sidomos nëse kemi shenja të infeksionit, nëse pacienti ka këto faktorë të rrezikut, së paku një herë në vetë të bëjë një check-up, një vizitë nefrologu, për me pa gjendjen e funksionit të veshkës, për shkak që thash veshka zakonisht nuk jep simptoma shumicën e herave, vetëm kur vjen gjendje terminale, kur mundësia edhe jone intervenimit me terapi medikamentoze thuj se është e shpenzuar. Ka edhe shumë pyetje, doktor, po mundohem tash me gjetë një tjetër, thot, a ndikon kemioterapia në veshk? Edhe kemi pastaj një telefonat, nëse mundemi ose shkurtimisht ose po e marrim me njëherë telefonatën. Hajde e marrim telefonatën, pastaj mundohem t'ju japim përgjigje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Cila është pyetja zonë? Jam 60 vjeçe. I kom bo analizat e urinës, më kanë dalë bakterje. Kom gjatë natës 3 deri në 4 herë urinim edhe kom djegësim. Mjeku më ka shkruar baktrim marr mëngjes edhe në mbrëmje ka një javë ditë soi përdori ilaçet, jo mirë. Si ti ndërpres mas një muaj përsëri më përsëritet. Nuk kemi pyetje, mundemi me ja përgjigjen, faleminderit zonjë. Faleminderit. Atëherë bëhet fjalë për një infeksion urinar, që ndoshta kishte më e këshillueshme të realizohet urinokultura për me ditë saktë cilin shkaktare kemi dhe cilin bani do ta përdorim. Infeksionet urinare shpeshherë janë infeksione kronike që munden me qenë në rastin konkret të zonjës, kur nëse jemi në terapi të qelluar, po mendoj pa urinokulturë, atëherë të këto infeksionet kronike duhet të vazhdohet një periudhë pak më gjatë kohore në eradikimin e shkatrimin e atyre. Edhe shpesh më duket se barrat nuk ndikojnë krejt te krejt njerëzit. Pikërisht mund me qelluan rezistent ai mikroorganizëm në atë bari, por me qenë se zoja referon që në klinika pas përmirësime, atëherë duhet të vazhdohet periudhë më gjatë kohore për eliminimi atë infeksion urinar. Po. Thot përshëndetje, djali im është 4 vjet e gjys, nuk urinon disa orë pasi që zgjohet, ndodh deri në 6-7 orë pas zgjimit. Pastaj pas dite urinon disa herë. Analiza të urinës dhe gjakut I kemi bë, I kanë dalë mirë. Ndodh që shkon në banjë, pastaj thot jo nuk e kam. Është bërë synet, tregon. Njëjtë më ka ndodhur edhe me vajzën. Vajza tash I ka 6 vjet, por jo me kaq shumë pritje si më parë. Dëgjo, kjo unë jam mjek nefrolog për të rritur, por du të mundohem ja dhoni një përgjigje zojës. Atëherë nëse analizat janë në rregull, nëse ultrasonografia e veshkëve është në rregull, nëse nuk ka në rrjedhje, pengesë në rrjedhjes të urinës, nuk paraqet ndonjë problematik. Pra duhet të monitorohet për cilët a zhvillon ndonjë simptom tjetër ajo. A japim përgjigje tek pyetja ndikon kemioterapia në veshk? Kemioterapia është terapia e nevojshme të pacientët që kanë malinitet, e shpesh herë mund të them që ndikon, çdo herë
mjekët onkolog për vendosjen e terapisë në momentin që shohin që analizat e veshkës nuk qëndrojnë mirë, konsultohen me neve për shkak që ti trajtojmë, ti rregullojmë vlerat që duhet mi pas pacienti që të fillohet me kimioterapi. Do të thonë mund të ndikoj, por çka është e këshillueshme, do të rritet sasia e lëngjeve që mos të minimalizohet efekti nefrotoksik që jep kimioterapia. Doktor, po e marrim edhe një telefonat fundit sa i përket kësaj bisede, pavarësisht që ka shumë pyetje, por ata cilët janë duke na ndjekur në këto momente mundën me pa pastaj edhe bisedën në kanalin zyrtar të emisionit Mëngjesit në YouTube. Ndoshta janë pyetjet pak a shumë të njëjta dhe mund ta gjejmë pastaj edhe përgjigjen ose edhe herave të tjera do ta kemi përsëri edhe doktorin në studio, do të mundohemi që t'ju japim krejtëve përgjigje. Po e marrim telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, cila është pyetja? Një pyetje për doktorën, i ka veshkat e smutat e dyja të prodhojnë gurë. Mrena ka para 30 vjetë kur fillua për çdo vjet të qes gurë, po tash kohën e fundit, mu kanë zhvilluar vitet para 7-8 vjetë kanë filluar cisan, që thonë gjuhën e mjekut nuk e di, po tash po shkojnë të rrit. Dhe njëna është dikur në afër 50 mm, njëna është 40 mm. Si bëhet trajtimi ty nëse që duhet me çduk? Ndëgjoj, e kam edhe një pyetje. Kemi edhe një pyetje për, po? Analizën e gurit, kur i ke eliminu këta gura, a ke bo në herë analizën e gurit? Jo, gurit janë kristal. Okej, në rregull. Nuk janë... Në rregull, ta mundem të përgjigjesh. Nuk janë keqëror. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Po këtu kemi dy pyetje. Një pyetje kemi për gurt. Shpesh herë pas një guri që ndron një smundje metabolike që i themi ne, që mundet me qenë nga një acidurik i lartë në gjak, e që ndikon në prodhimin e gurve, gjithashtu rregullimin e metabolizmit të kalciumit, gjithashtu ndikon në prodhimin e sasive të mëdha të gurve. Nuk është ajo që të vizitohet urologu, u eliminu një guri edhe përfundoj me kaq. Pra, gjithherë duhet të gjendet arsyeja e krijimit të gurve. I kisha sugjeruar në zotërisë që të vendos një kontakt me nefrologun që të sqarohet arsyeja e krijimit të atyre gurve. Ndërsa pyetja e dytë sa i përket cistave, ato janë cista duhet mi pa ato në ultrazon, në ekosonografi. Zakonisht ato cista nuk bojnë problematik, pra duhen të monitorohen të përcillen, vetëm kur rriten në enorme, apo kur mundemi me dyshu ndonjë një gjë tjetër, i rekomandojmë trajtimin. Për ndryshe ato vetëm përcillen. Doktor, faleminderit shumë për krejt përgjigjet, faleminderit për kohën që keni nda me ne. Për ndryshe, fatmirësisht që pas ka dhe sot shumë aktivitete pikërisht në ditën botërore të veshkës, edhe ta kuptojmë rëndësinë, po shpresojmë që një mesazh edhe ne kemi përçu përmes kësaj bisede. Po, e keni bërë një gjë shumë të mirë në informimin sadopak të popullatës për rëndësinë, për ruajtjen e shëndetit të veshkës. Besoj që edhe emisionet tjera kanë rol. Nefrologjia në Kosovë, në Shqipëri, po është në hapat mbar në trajtimin e smundjeve të veshkave, po gjithashtu prevenimi është shumë më i lirë dhe më i mirë se sa trajtimi. Patjetër. Faleminderit shumë doktor edhe një herë.